Zëvendës kryeministra Belinda Balluku është përfshirë në debat me deputetin e Partisë Demokratike Kleviz Balliu sa i përket akuzave për korrupsion. Balluku tha se nëse do të ishte SPAK-u në kohën kur tezja e deputetit ka bërë afera korruptive, ajo do të ishte ende në burg. Balluku tha se uron që ato parat të ketë ndarë me nipin e saj. Ja jepni Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjetikës 70%, ndërkohë që kjo ministri gjysmën e administratës e ka në burg, dhe shefen e vetë e ka të pandehur pikërisht për vjedhje dhe abuzime në buxhet. Kur flitet për vjedhje, Kleviz Balliu duhet ta dëgjoni me vëmendje se ka ekspertizë si askush në këtë botë. Është rritur në një familje ku vjedhja ka qenë pjesë e edukatës familjare, pasi është rasti unik në Shqipëri kur tezja e tij ose kunata e dashura kunat e Farib Balliut ishte sekretare e përgjithshme e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe në ndërkohë njëkohësisht administratore e Alpin Bau, një kompani e sajuar me një serb Slobodan, e kishte emrin si gjithë serbët, dhe nga ana tjetër zonja sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Blegina Agolli, e dashura kunat e Farib Balliut, tezja e Klevizit. Ju them, dëgjojeni Klevizin kur flet për vjedhje se është i masterizuar. Ja kanë bërë që të vogël edukatën në shtëpi. Ishte dhe administratore e një kompanie e cila merrte tendera infrastrukture nga fondet e shtetit. Sekretari i përgjithshëm i një ministrie aplikonte si administrator dhe merrte fonde. Merrte fonde 150 milion euro, të cilat i ka ngrënë, shpresoj, bashkë me Klevizin që flet kaq bukur për vjedhjen sot. Rasti unikal në Shqipëri. Dhe nuk e di me cilën fytyrë shtyp mikrofonin, me cilën fytyrë dele flet aty, po të kishte qenë SPAK-u në kohën e tezës tënde, do ishte me siguri akoma në burg sot. Deklarata ka ndezur debat në kuvend, ku nënkryetaria e kuvendit Klodiana Spahiu i ka hequr të drejtën e fjalës deputetit Balliu. Për shkak të tensionit dhe zhurmës që ka shkaktuar ky i fundit, ka marrë masë disiplinore me heqjen e fjalës. Pas këtij momenti, Balliu bllokoi foltoren. Zoti Balliu, a folët në fjalën tuaj? Nuk u morët fare me buxhetin, u morët me zëvendës kryeministren. Ju lutem zoti Balliu, uluni në vendin tuaj. Për sot nuk e merrni më fjalën zoti Balliu. Për shkak të situatës së krijuar, seanca u ndërprer për 5 minuta për të rifilluar më pas me diskutimet për projekt buxhetin e vitit 2026.